Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković me një letër ju ka drejtuar të gjithë misioneve relevante ndërkombëtare që veprojnë në territorin e Kosovës, si dhe të dërguarit evropian Peter Sorensen, të cilën e njoftoi për lëvizjen e re të njëanshme të Prishtinës, e cila dje mbylli disa institucione serbe në Leposavić dhe Shtrpç. Petković u bëri thirrje përfaqësuesve ndërkombëtar që urgjentisht të ndërmarrin hapat e nevojshme për të ndalur spiralen e dhunës. Petković paralajmëroi se qëllimi i akteve të tilla nga Prishtina është sabotimi i procesit të normalizimit të marrëdhënieve, të cilën Prishtina përdor sa herë që nuk është në gjendje të zbatojë metodën e dytë të preferuar, që është pengimi i dialogut përmes pranisë së thjeshtë. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Peter Sorensen, bëri një vizitë të shkurtër të paparalajmëruar në Prishtinë, ku bisedoi me komandantin e KFOR-it, Enrico Barduani, dhe më pas u takua me shefin e ekipit negociator të Kosovës dhe zëvendës kryeministrin në mandatin teknik Besnik Beslimi. Herën e mëparshëm Sorensen ishte në Prishtinë në mes të marsit, ku u takua me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti, si dhe me përfaqësuesit politik të serbëve në Kosovë. Përpjekja e 6 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës pritet nesër në orën 11, ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti ende nuk është përgjigjur nëse Albulena Haxhiu do të propozohet sërish për kryetare të Kuvendit. Në pyetjen e gazetarëve për këtë pas hapjes së urës në Rogov, ai tha se qeveria e tij hap ura, rogovianët punojnë tokën dhe shiu na sjell begati, por nuk ka thënë asgjë për bllokimin e Kuvendit, që nga fillimi i seancës konstitutive të Kuvendit me 15 prill, Kurti ka refuzuar të komentojë çdo herë, prandaj gazetarët dje në shej proteste vendosen mikrofonat e tyre në dyshemën, teksa Kurti po kolonte pranë tyre. Mos konstituimi i Kuvendit të Kosovës është rezultati i pamundësisë së palëve për të arritur marrëveshje, thot profesori universitar Mazlum Baraliu. Ai vlerësoi se është një manovër politike e cila nuk reflekton as pjekuri politike as përgjegjësi. Analisti Erlbin Hoxha thot se gjuha e ashpër e përdorur gjatë fushatës zgjedhore ka bërë që ata mos arrini kompromis. Hoxha shtoi se vetvendosje nuk po sillet si parti e pjekur politikisht, duke mos ndryshuar qasjen e saj. Deputeti vetvendosjes Armend Muja pretendon se partitë opozitare synojnë të bllokojnë konstituimin e Kuvendit, duke sfiduar kështu vullnetin e qytetarëve, dhe i bëri thirrje opozitës që të votojë për kandidatën e vetvendosjes. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Nait Hasani i bën thirrje vetvendosjes që të propozojë një kandidat tjetër për kryetar të Kuvendit, i cili do të jetë i pranueshëm për të gjithë kryetarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Duar Sakica Xhelili, thot se LDK-ja ja njeh të drejtën partisë me më shumë vota për të propozuar kryetarin e Kuvendit, por edhe se ajo parti ka për obligim të sigurojë konsenzusin politik në kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Besnik Tahiri ka thënë se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është e gatshëm të votojë Shqipe Selimin për kryetaret e Kuvendit nëse e propozon vetvendosja. Miloš Pavković nga Qendra për Politikë Europiane thot se zgjedhjet e reja në Kosovë janë skenari më real për zgjidhjen e krizës aktuale politike, dhe vlerëson se opozita do të kishte perspektive në një rezultati më të mirë se ai nën shkurtit. Eugen Cakolli, bashkëpunëtor i Institutit Demokratik të Kosovës, beson se zgjedhjet e reja nuk janë një opsion real, por do të sillnin një rezultat shumë më të ndryshëm. Aleksandr Shluka nga Nisma Re Sociale thot se nuk është e lehtë të konstatohet se kujt do t'i përgjigjeshin më shumë zgjedhjet e reja, por edhe se opozita vështirë se do të mund të përsëritte rezultatin e zgjedhjeve të nënshkurtit. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Tonino Picula, ka deklaruar se Serbia nuk do të mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian derisa të njeh pavarësinë e Kosovës dhe të heqë dorë nga politika e botës serbe.
Në një intervistë për Jutar News, Pucula ka shprehur skepticizëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030, duke thënë se as Malizi, i cili ka përparuar më shumë në këto negociata, nuk do të antarësohet në Bashkimin Evropian deri atëherë. Në Serbi të premten moti do të jetë i ngjajshëm me atë të sotëm pjesërisht i vranë ko pas kohe me reshje shiu dhe bubullima do të ketë kushte për shtrëngata me rrebeshe më të mëdha dhe breshër. Temperatura mëngjesi do të sillet nga 8 deri në 14, kurse ajo më e larta ditore prej 18 deri në 24 gradë Celsius.